Miq radiongjallë, jemi në zyrën e bërthamës së trashëgimisë kulturore të Kishës Ortodokse Autoqefalie të Shqipërisë. Jemi me arkitekt restaurator, zotin Johan Stradobërda. Johan, faleminderit shumë që na mirëpritët. Është herë e parë që vim në zyrën tuaj, pikërisht në këtë zyrë ku janë zhvilluar dhe janë realizuar shumë projekte të mirëmbajtjeve, të restaurimeve, të kishave të hershme, të manastireve të kishës sonë. Në fakt, Johan, sot dua të ndalemi të flasim pak për një kishë të veçantë, një kishë unike them, të cilën sapo e vizituam para pak kohësh me stafin e Radios Ngjallja, dhe na mahniti edhe pamja e kësaj kishe, një kishë që gjendej diku në një zonë të themi sot të largët, të humbur, le ta themi kështu me fjalë më të thjeshta. Një zonë të largët, shumë të vështirë për të përshkruar edhe nga ana e infrastrukturës rrugore, por na mahnitën afresket e bukura që pam atje. Bëhet fjalë për kishën e Valshit, për kishën e Shën e Premtes. Në fakt, na intereson edhe për dëgjuesit e Radio Son, edhe për ata që na ndjekin në për rrjetet tona sociale të dinë rreth historikut të kësaj kishe, dhe pse kjo kishë është kaq unike dhe kaq e mrekullueshme, dhe në fakt edhe kur shkon jo thjesht si një vizitor, por edhe si një besimtar, si klerik, ndjen një ndjesi aty të jashtëzakonshme. Një vend ku ti dëshiron të lutesh, ku dëshiron të komunikosh me Zotin, të adhurosh Zotin, pikërisht në këtë vend. Çfarë veçantie, çfarë rëndësie ka kjo kishë? Kisha e Shën e Premtes në Valsh është shumë e famshme, përveç ngjarjeve historive të kohës sotme, por ajo është e famshme sepse është një paraklis i vogël, tipik për ato zona. Pra ne kemi disa kisha të ngjashme, si kisha e Strëstanit, e cila ka të njëjtën arkitekturë, ka të njëjtën formim, është me ata jatin e vogël përpara, pastaj futesh në pjesën e brendshme direkt në zonën e naosit, pra pjesës kryesore. Dhe duke përfaqësuar një zonë krishterimi shumë të rëndësishme për historinë e krishtërimit në Shqipëri. Pra zona e Shpatit, ajo zonë ku ju keni qenë, ka përqafuar krishtërimin në mënyrë shumë të hershme. Djepi i krishtërimit, pra ka pasur aktivitet të krishtera ortodokse, si në pjesën e ndërtimeve dhe objekteve të cilët ajo sot i kësaj dite ka të ruajtur, por dhe në jetën e krishterë që popullsia e asaj zone ka dhënë ndër shekuj, sepse Shpati ruan sot e kësaj dite traditën ortodokse në mënyrë si thua shoqërore, besimtare, ndjekjen e riteve, por që në periudhën e pushtimit osman, në mënyrë është ajo shpreha që ne përdorim në mënyrë kripto-krishtëruse, ruajti brenda familjeve dhe ruajti dhe brenda shoqërisë vet, pra duke bërë një lloj përshtatje me probleme dhe situatat që solli koha dhe pushtimi osman, për të ruajtur këto tradita. Dhe një nga kishat që ne kemi, Shën e Premtes, ka një lloj, si thua, vlere të dyfisht, pra vlera arkitektonike, e cila përfaqëson një paraklis ose një kishë të vogël, një kishës të vogël një nefshëm, sepse fatikisht ajo është një kishë e vogël, të periudhës së fundit të Bizantit. Pra në periudhën bizantine kemi pasur tipologji të ndryshme kishash, duke filluar nga kishat e kryqit të lirë, pastaj kryqit të brëndashkruar, dhe kishat një nefshe, të cilat përfaqësonin ose ishin ndërtuar në zonat ku kishte pasur një aktivitet shpirtëror, por dhe një shfaqje ose një mrekulli ose një aktivitet të shfaqjes së shenjtorëve. Dhe kryesisht njerëzit kishin traditë që në këto kisha, në këto vende ku kishte ndodhur një mrekulli apo ishte shfaqur edhe vetë shenjtoria, si në rastin e Shën e Premtes, të ndërtohej një kishë. Dhe për më tepër kjo kishë, që është e rrallë për sa i përket dhe mënyrës se si është ngritur dhe çfarë arkitekture përfaqëson, i përket piktura e saj, i përket po themi shekullit të 16 ose më saktë vitit 1554, i cili është një vit shumë i rëndësishëm, po themi është ajo pjesa e fundit Bizantit dhe fillimit pushtimit të Osman në atë kohë. Por njëkohësisht dhe piktura daton këtë kohë, por kisha vetë mund të jetë ngritur edhe më përpara.
pra mund të ngritur edhe më herët se zakonisht në traditën tonë ortodokse, për sa i përket edhe rrjedhojës së ndërtimit, por për sa i përket dhe mundësisë ekonomike. Këto kisha fillimisht ndërtoheshin, patjetër që ndërtoheshin ose me fondet e autoriteteve fëmijështare të kohës, po dhe mendim nga krajina, nga zona, nga populli atje. Dhe pastaj mbasi mbaron ndërtimi, kjo kishë fillon të frekuentoheshe, fillon të përdoreshe për ceremonitë të caktuara, sidomos në ditën e shenjtores, për rastin e kishës konkrete. Por më vonë dhe gjendeshin mundësitë dhe fondet që të pikturohesh edhe të fillon të programi i saj i afreskeve. Dhe në rastin konkret, është fat sepse dhe bekim perëndie për shkakun sepse kemi Onufrin si piktor atje, dhe është kisha e vetme që është e nënshkruar nga Onufri. Pra, në qoftë se ne me metodat krahasuese themi që në filan kish ka punuar Onufri sepse njohim teknikën e tij, njohim shkollën në cilën Onufri ka pikturuar, njohim raportet, njohim gjyrat dhe dorën e Onufrit, dhe themi që këtë e ka pikturuar Onufri sepse ne nuk e dim, sepse shohim mbi shkrim, por ama themi që ka pikturuar, kurse këtu ishte kisha e cila është pikturuar dhe në shkrimi është e Onufrit. Pra ka një vlerë dyfisht, si përfaqësuese, një kishe një nefshe të periudhës së fundit të periudhës bizantine, dhe pastaj dhe të pikturuar nga vetë Onufri, dhe që ka vlerën të veçanta, është Onufri të gjithë e din, ka një famë të jashtëzakonshme për teknikat e tij të përdorura, për shkallësinë dhe zgjedhësinë e përdorimit të ngjyrave, sidomos të toneve të kuqes, të cilën e ka sjellur nëpërmjet afreskave dhe pikturave murale ortodokse në kishat tona, dhe që është një nga shkollat më të mira, më të rëndësishme dhe më të evoluara të afreskeve dhe të ikonografisë ortodokse në Shqipëri. Pra ka qenë një ekzemplar shumë i rrallë, dhe kjo bëri që ndoshta dhe kjo të etiketohej si kish, dhe edhe të studioj patjetër, domethënë korifejnë tanë të restaurimit e kanë studiuar në për po themi manualet, në për relacionet, në për revistat e monumentet kulturës. Kjo është e mirë dokumentuar, është e mirë artikuluar dhe studiuar, dhe na vjen si informacion shumë i qartë. Patjetër që në atë kohë kjo kishte nevojë për një restaurim, sepse pavarësisht afresku kishte filluar të degradonte pak, por ishte në gjendje të mirë, dhe pjesa e arkitekturës kishte filluar të çedonte, pra të fillonte çatia, lagështia, domethënë dëmtimi i materialeve, lidhse të gjitha, kështu që kishte ardhur në një moment, domethënë që edhe kisha ortodokse kishte filluar ta vinte në fokusin e saj për një restaurim të mundshëm në të ardhmen. Johan, në vitin 2011, kjo kish, si të thuar, zuri ekranet e televizioneve në Shqipëri, për shkak të një dëmtimi shumë të madh, dhe ne konstatuam vetë se çfarë dëmtimi ishte bërë në këtë kish. Në fakt ishte një, si të thuash, një dëmtim, jo një dore që vjen edhe të marrë një diçka me vlerë nga një tempull dhe ta trafikojë atë, ta shes jashtë, për shembull siç ka ndodhur në shumë raste që shumë kisha janë vjedhur ikonat e kishave, janë vjedhur kryqet e bukura që ndronin në ikonostaset e kishave, janë vjedhur shpeshherë pjesë të ikonostaseve janë hequr. Pra ka pasur dorë, të themi, një dorë që e njihte mirë këtë gjë dhe mënyra se si ti hiqte, si ti merrnin. Por në fakt aty dëmtimi ka qenë një masë të jashtëzakonshme, domethënë e frikshme për ishte vërtet, sepse ishte hera e parë që na ndodhi që të shkulej apo të shkatërrojë një fresk. Pra ti e përshtypjen që kjo dorë që ka bërë këtë veprim nuk ishte një dorë, po themi, një dorë profesionistësh, se s'mund ta shkulësh një pjesë të suvase dhe ta çosh dhe të trafikosh. Duke sigurisht ishte një dëmtim, të paktën e këtë konstatuam, sigurisht ishte një dëmtim i qëllimshëm. Në fakt ju jeni nga të parët ekspertë që shkuat pikërisht në këtë moment kur ndodhi kjo gjë. Tashmë është restauruar, patjetër që është shpëtuar ajo çfarë mundi të shpëtojë, por që ndjehet sot kur vete shikon një pjesë shumë të madhe të shkatëruar të këtyre afreskave, kësaj pikture të veçantë, që përmend dhe juve, të kësaj trashëgimie të veçantë, sepse është punuar vetëm nga dora e Onufrit.
Çfarë konstatuat vetë kur shkuat dhe pat atë kishë? Ne ishim mësuar që her pas here në kishat tona të kishim dëmtime, po dëmtime me një tendencë vjedhjen, pra çmontimin e ikonostasit, pjesë të caktuara, pjesë të ikonave të mbetura. Vjedhjet ishin dhe për çështje ekonomike, pra vjedhje dhe arka e kishës, duke qenë se kishat e vjetra janë shumë më të fokusuara ndaj besimit të dedikuar të njerëzve, të cilët duke pasur dëshirën edhe lënë edhe linin dhe vlera monetare në të kisha. Por kjo ngjarje, kjo ndodhi në atë kohë, ka ndodhur në prag të Krishtlindjeve, ishte para vitit të ri, në lajmëruan që kishte pësuar dëmtime fizike nga njerëz, dëmtuar afreskut, dhe ajo përshtypja e parë dhe opinioni i parë që na u serviri ishte që kanë vjedhur afreskun. Gjë që është teknikisht e vështirë për të ndodhur, sepse ne nga përvoja e restaurimit, në momentin që duhet të çmontojmë një afresk për arsye për të restauruar murin mbrapa apo elementet mbrapa, është një vendim i rrallë, por ka pasur raste dhe është marrë. Bëhet çmontimi i afreskut në mënyrë profesionale, pra zgjidhet pjesa e afreskut që do të çmontohet, pritet me teknika, me të gjitha shkputët nga muri, ruhet me një shtresë të caktuar e cila e mban akoma solide si afresk, riparohet muri, injektohet, futet shtresa e re e grundit e bazamentit të afreskut dhe rimontohet prapë. Ka një punë shumë e gjatë, do një kohë të madhe, do profesionist, gjitha, dhe mendova që kush është ai që mundet ta ketë prerë këtë, sepse gjithmonë mund jam shkoj për një prerje në mënyrë profesionale, hequr afresku, se kryesisht me një cop materiali që e quajmë si pëlhur japoneze, gjitet në afresk me një gjitës veçantë, kjo pëlhura, dhe kur shkruhet afresku, shkruhet me gjithë të pëlhurën, që cila e mban në mënyrë solide që ajo mos dëmtohet, mos çahet. Dhe thash, kush ka pasur kohën që ta bëj këtë gjë, pavarësisht se aty ku është ajo në majt maleve, në zonat të thella aq të vështira, ndoshta edhe njerëzit, por ka një gjë që ne kishim një kujdestar atje, pra kujdestar themi ne, komuniteti ortodoks, nuk është se ishte një kujdestar i vënë nga kisha në mënyrë apostafat, i paguar që të kujdesej për kishën e të gjitha. Po siç janë komunitetet ortodokse që në shqyr që i kemi dhe janë goxha të dedikuar ndaj kishave, sidomos të monumente kulture, nga fshati më i hapër dilte dikush që i kujdeset, pastron, des qirinj, shkon e shef kishën her pas here. Dhe ishte edhe një burr i vjetër i cili unë tash se kujtoj emrin, se u bën shumë vite, i cili shkonte her pas here dhe si thosh fal ti pati një lajm që ndodhi kjo gjë. Dhe vajtëm, organizuam direkt të nesërmen, sa morëm vesh lajmin. Organizuam dhe vajtëm në vend aty. Aty nuk ishte një vjedhje e mirëfillt e afreskut. Ne aty u gjendëm dhe duke i qartë, pavarësisht se autoritetet e kohës, qoftë edhe mediatike, por edhe autoritetet e trashëgimisë kulturore, jo u munduan, por e perceptuan të tillë që kanë vajtur për ta vjedhur. Dhe ajo pati një ehon deri në momentin që ne si kishe përgjinjëstruam këtë pjesë. Pra nuk ishte një vjedhje. Sepse aty afresku ishte goditur me sende të forta, po themi me sqepar ose gjërat ose kazëm ose gjërat aq të rënda sa i kishin dëmtuar shumë keq. Dhe afresku nuk është se kishte dalë dhe nuk është se ishte marrë një copë dhe ishte zhdukur, po copat ishin poshtë të thyra, të thërmuara pjesërisht. Dhe ne kur u futëm, aty kishin hyrë dhe njerëz të tjerë, besimtarë, që nuk e dinin vlerën ose nuk dinin se të trajtonin, por që një pjesë ishin shkelur dhe me këmbë, pjesë të afreskëve. Dhe ne u munduam që copat afreskëve të gjetur atje, u munduam të vinim në pjesën e ajodhimës, në qoshet ku nuk shkelin njerëzit dhe lam porosi që nuk duheshe. Ndërkohë, lajmëruam autoritetet e trashëgimisë kulturore, në atë kohë, ishte Instituti Monumentet dhe Ministria e Kulturës. Ata patën e morën vesh si lajm, patjetër që patën dhe ata ndjesinë jo normale të gjitha, por që nuk i dhanë shumë rëndësi në atë kohë. Nuk i dhanë shumë rëndësi, i thamë që duhen lajmëruar organet kompetente, ta marrin në mbrojtje, sepse afresku pjesërisht është dëmtuar, pjesërisht është akoma në mure, domethënë nuk është dëmtuar.
Dhe duhet bërë një lloj hetimi kush si kanë ardhur, sepse nuk duket vjedhje, po duket një dëmtim me qëllim, pra për dëmtuar një vlerë. Pra, për dëmtuar një kishë ortodokse në radh parë, që ishte një ndjesi shumë e rëndë, dhe për të dëmtuar një ekzemplar të veçantë, një përfaqësuese të një kishe, do të thënë një nefshe, por që përbrenda mbante vlerën e pikturës së Onufrit. Dhe njëkohësisht, pra me një gurbre dy zoj dëmtohet, zona pavarësisht se është besimtare e tjera kanë rreth kësaj zone ka influenca të besimeve të tjera, ndoshta edhe ekstreme, të cilat mund të kenë pasur qëllime, segmente të caktuara, domethënë mund të kenë pasur qëllime për ta zhvlerësuar këtë vlerë. Ajo reagimi jo ra në vesh të shurdhër, nuk kishte një reagim të mirë, thonin po do reagojmë, do bëjmë këtë, ndërkohë prifti i zonës atje që mbulonte zonën bëri një kallëzim në degën e brendshme të policisë së Elbasanit, të cilët erdhën panë këshyrën, por nuk bën asnjë veprim tjetër. Dhe ndoshta Perëndia me mënyrët e saj që ne nuk i kuptojmë shpeshherë, por gjithmonë i kuptojmë më mbrapa dhe shohim domethënë, bëri që në krye të 10 ditëve, pra në fillim të vitit të ri, në datat 2-3, këta njerëz keqbërës të rikthehen prap dhe të dëmtojnë edhe pjesën tjetër të mbetur. Të dëmtojnë në mënyrë përfundimtare. Patëm po një njoftim të ngjashëm, vajtëm përsëri aty, pam pastaj që aty ishte çdo gjë ishte dëmtuar. U munduam të kishim po të bënim një seleksionim të këtyre pjesëve të mbetura të freskut, i veçuam, ca i vum në pjesën e altarit atje, të gjitha, dhe lajmëruam Monumentet e Kulturës përsëri, por këtë radhë nuk qëndruam të qetë, sepse ishim goxha të acaruar, me të drejtë për sa i përket, sepse ne njoftuam, tham, ka ngelur afresk, pra është bërë një dëm, po ka ngelur edhe një pjesë e mirë afreskut që nuk është dëmtuar. Duhet marrë në mbrojtje, duhet ruajtur, duhet hetuar, duhet krijuar një lloj presioni për të kuptuar që ata që e bën jo të ndërgjegjësohen, se nuk prishte njëri që këta që bën atë krim të ndërgjegjësohen, se ata njerëz nuk ndërgjegjësohen asnjëherë. Por të kishin një lloj presioni që mos i shkonte mendja për ta çuar këtë krim të filluar, të lënë për gjysmë për ta çuar deri në fund. Fatikisht ata e bën. Pastaj filluam të reagonin nëpër media si kish. Domethënë atëherë u bën emisione të dedikuara, sepse pamjet që ne dërguan nëpër media ishin shumë të tmerrshme, domethënë, e shumë breslënse në sensin negativ të kësaj shprehje. Dhe Kisha Ortodokse në atë moment pati një lloj u gjend përballë një mesazh setrore, e cila duke qenë se ishin dalë borxhet që kujdes ruajeni sepse mund të ndodhi etj. Kjo ndodhi prap dhe u krye një lloj arogance që juve pse na sulmonin neve, sepse ne, domethënë, por që ne thamë i dolën borxhet, domethënë. Tash, domethënë, ne mund ta kishim bërë që në momentin e parë publike si çështje. Tham, ram dakord që duhet ta mbroni të gjitha, por nuk ndodhi, të kështu që ne reaguam. Reaguam shumë në atë kohë. Patëm një dorëheqje të drejtorit të shënjisë kulturore në atë kohë të Ministrisë së Kulturës, si rrëdhoi kësaj situate dhe sepse mori për masa shumë dhaja, me të drejtë, mori për masat aq sa duhet ishte normalisht. Dhe duke qenë se do të duheshe një farë mënyre që kjo përmas që mori kjo ngjarje të bënde një excuse nga Ministria e Kulturës ose nga autoritetet e kulturës, ata filluan të hynin në kontakt me ne, domethënë të Kishës Ortodokse, dhe gjë e parë që kërkuan informacion fotografik, nëse ne do kishim informacion fotografik në arkivën tonë para se kjo të dëmtohesh. Fatmirësisht, ju thash që edhe në pjesën e parë të kësaj teme që ne kishim planifikuar që të bënim një restaurim. Pra ajo kishë nuk është se kishte nevojë për një restaurim shumë të thellë, por një mirëmbajtje e cila do ta shtynte, si thua, në kohë atë vlerën e asaj kishe, dhe ne kishim planifikuar dhe po përgatiteshim për të bërë atë lloj. Dhe kishim valur dhe kishim bërë edhe një set fotografik shumë të mirë,
të gjithë pjesës së interierit të kishës. Dhe që ne e bëjmë gjithmonë. Pra, edhe kur kemi restauruar një kishë, por dhe kur ne kemi restauruar, por si thua, na ka rastisur që të shkojmë ta vizitojmë, gjithmonë informacioni është shumë i saktë, i marrë në ditën e dur, vendosur data e dur, seti fotografive është interier dhe eksterier, dhe ne për fat mirë këtë e kishim. Por që ishte një, duke mu referuar mua këta monumenteve, me telefonata, me gjëra që na jep, sepse ne duhet shkojmë të bëjmë, të fillojmë ta remontojmë këtë mozaik, ta restaurojmë. Ka qenë restaurator atëre u morë me këtë punë Lira Çaushi, që ka qenë restauratore në Monumentet e Kulturës. Dhe i thash, unë kam një autoritet mbi kokë tash dhe jam person thashun që unë një specialist dhe përfaqësoj një institucion të caktuar, kështu që duhet marr leje nga ata. Mbaj mend atëherë që kërkova takim kryepiskopit Anastas të Ndierit. Dhe i thash që na kërkojnë informacion nga arkiva jon për sa i përket informacionit fotografik të monumentit, sepse do duan të përdorin fotografitë për të rimontuar pjesët e gjetura, pjesët e ruajtura, ato që ne i kishim seleksionuar dhe kishim ruajtur, sepse një pjesë ishin thyer, ishin thërmuar nga njerëzit që kishin vizituar. Kryepiskopi patjetër, shumë larg pamës edhe shumë i hapur në bashkëpunim me të gjitha, pavarësisht situatave. Tha patjetër, do t'i japësh gjithë materialin që të kërkojnë, sepse duhet që të paktën të shpëtojmë dhe ta ringrem aty ku ishte, ai sa ka ngelur, siç e thatë juve në pyetjen që bët. I dhash në një CD gjithë materialin që kisha dhe ja bura në dispozicion, ata filluan gjithë pjesët i morën që ishin seleksionuar në teren, i morën, i transportuar në Tiranë, dhe filluan ta montonin mozaikun duke u bazuar në fotografitë që i dha Kisha Ortodokse. Dhe filluan ta montonin dhe arritën që atë që ju shihni sot, pra fillimisht u montuan në atelien e Institutit Monumenteve këtu në Tiranë, dhe unë shkoja pasere që shifja ecurinë e këtij montimi, pavarësisht mungonin shumë gjëra, mungonin shumë pjesë, pra ato pjesë që ju shihni si ishuj tashmë, të cilat nuk janë më afresk, por janë në pjesën e materialit integrues, janë pjesët e dëmtuara, por ajo fresk ishte i plot dikur. Pra tashmë kemi ajo qëllimi dashakeqës, me një qëllim që ne nuk e dim, në shkon mundje për shumë gjëra, por edhe për të ruajtur një lloj stabiliteti në marrëdhënie dhe ndërkomunitare, nuk duhet të shprehemi shumë, por që qëllimi i atyre që donin të bënin arrit, pra ne kemi tashmë një afresk të munguar, të dëmtuar, pjesë të gjetura të restauruara, ka atë vlerën e vet, pra ka një imazh, tregon një imazh, ka ngelur një hije e atij afreskut, e madhështisë që kishte ai afresk në atë kohë, por që aktualisht, domethënë, është e vizitueshme, shumë pak njerëz mbajnë mend këtë ngjarje, pra turistët, njerëzit e thjesht, banorët, komuniteti që nuk kanë lidhje drejt me vendin, shkojnë e shohin dhe admirojnë, patjetër që ka vlerën e saj. Por aktualisht, domethënë, ne mund ta kishim dhe mund ta kishim të plotë siç ishte, sepse ishte një afresk shumë i mirë, shumë i ruajtur dhe ishte një nga, po themi, elementët të trashëgimisë tonë kulturore që ne mbureshim, domethënë, dhe kishim si pikë reference. Por e rëndësishme është pjesa e besimit dhe pjesa shpirtërore në Perëndi, patjetër që kisha është një mjet e cila na orienton dhe na drejton ke Perëndia, pra na fokuson. Pra më rëndësishme është pjesa e komunikimit dhe besimit shpirtëror, marrëdhënieve me Perëndin, dhe pjesa e mjeteve është, si thua, sekondare, pra ka më shumë vlerë pjesë të trashëgimisë kulturore, sepse Kisha Ortodokse përveç restaurimeve të reja, të restaurimeve që ka bërë, ndërton dhe kisha të reja, që i pajis me afreske, me ikona, me ikonostase, pra domethënë komuniteti i besimtarëve ortodoks e gjen vetveten ku të shkojë, ku të ndjekë ceremonitë, ku të lutet, ku të ketë një ikonë e cila e fokuson në besimin e tij. Joani, në fakt natyrshëm vjet pyetja, kush ka përgjegjësi të ruajë të mbrojë këto? E ka përgjegjësinë kisha, ka përgjegjësinë komuniteti, e ka përgjegjësinë instancat shtetërore. Ndoshta dua edhe një mesazh nga ju si një specialist i kësaj fushë, çfarë
vlerë kanë këto dhe si mund të trashëgohen që të mbeten edhe brezave. Pra që ideja është që mos jenë për konsum vetëm për ne sot, apo ne tregojmë të themi neglizhente dhe ato të shkatërrohen, të prishen, të dëmtohen nga keqbërës. Si mund t'i ruajmë këto, Joani? Sepse shikoj që kudo ku shkojmë, më thonë banorët, më thonë njerëz të ndryshëm, më thonë si do t'i ruajmë, se mi që i kemi, po si ruajmë. Problemi i ruajtjes ka qenë gjithmonë një nga pikat kyçe të rëndësishme të pazgjedhura të monumenteve të kulturës ortodoks, që janë të shpallur monumente kulture. Pra kryesisht monumentet kanë qenë një element që shkonin midis kishës ortodokse dhe institucioneve të trashëgimisë kulturore të shtetit shqiptar. Ka shumë pika të cilat të fokusojnë në këtë problem. Një nga gjërat kryesore që mbetet të pazgjedhur është çështja e pronësisë të këtyre objekteve. Pra këto objekte janë një pasuri e paluajtshme, pavarësisht se janë monument kulture, po në fund të historisë ngjelet një pasuri e paluajtshme, e cila duhet në mënyrë minimale të bëhet një regjistrim i gjithë këtyre pasurive, pra të regjistrohen, të pasqyrohen në kadastrat, në drejtoritë kadastrale në për zonat ku këto i përkasin. Fillimisht patjetër në pronë shtet, por ama të regjistrohen, të kenë një certifikat, kenë objektin, të kenë të dhënat mbi objektin, të ketë zona funksionale dhe oboret, për mos folur pastaj dhe për pasurit që çdo kishë apo çdo manastir ka pasur në funksionin e saj, të cilët kanë qenë zona bujësore në funksion të ekonomisë së këtyre kishave apo të manastireve. Dhe pastaj, duke qenë se këto kisha patjetër që përkasin komunitetit ortodoks, kishës ortodokse të Shqipërisë, sepse kisha ortodokse e Shqipërisë nuk është se thua uri më këmbë sot, por historia është shumë e gjatë. Historia është sa vetë krishterimi. Duke qenë se ne nuk pretendojmë, por është realitet që krishterimi në Shqipëri erdhi që ditët e para. Pra mbas ndodhisë së Krishtit në po themi analipsin e tij, domethënë largimin e tij, domethënë në qiell, dhe fillimi i predikimit që ju si klerik e dini patjetër më mirë se unë, fillimi i predikimit nga apostujt dhe pastaj nga nxënësit e apostujve në për botë dhe dy apostujt kryesorë që kaluan në Shqipëri dhe krishterimi në Shqipëri u përhap që në momentet e para, duke pasur episkopata, duke pasur episkop që në shekullin e parë, duke pasur spektrin e kishave më të bukur dhe më të mirë të mundshëm të krishterimit, duke filluar nga shtëpit kisha të shekullit të dytë të tretë, dhe pastaj deri në bazilikat e shekullit 3, 4, 5, pastaj lindjen e tipologjive të bazilikave të ardhura nga bazilikat mbretërore të vëna në dispozicion të krishterimit mbas dekretit Milanos në 313-s, dhe krijimit të tipologjive. Ne kemi në një vend kaq i vogël sa ne kemi gati gjithë spektrin e kishave, që nga fillimi, që nga gjeneza deri në ditën e sotme. Dhe ky spektër ka lënë shumë ekzemplar që ekzistojnë dhe një pjesë e mirë e tyre, pavarësisht se në vitin 67-68, vitet famkeqe të degradimit të figurës së klerit, të dëmtimit të objekteve të trashëgimisë ortodokse kulturore dhe të shkatrimit të tyre një pjesë, pavarësisht fatmirësisht një pjesë me përpjekjen e disa elementeve arkitekt, inxhinier, restaurator të kohës, të cilët ishin të dedikuar shpëtimit të këtyre kishave, shpëtimit të këtyre vlerave. Pavarësisht se ata i shpëtuan në kuadrin e një vlerë të trashëgimisë kulturore shqiptare. Por ama underground ishin dhe besimtar. Vinin nga familje ortodokse, vinin nga aspirata të trashëgimisë së besimit në breza, dhe patjetër që kishte një dhimbshuri për dëmtimin e këtyre kishave. Dhe një pjesë e mirë u ruajtën, por një pjesë tjetër u dëmtuan dhe u shkatruan. Po të paktën ajo që kanë ngelur, tashmë duhet të shkojë në vendin e vet. Pra, çfarë duhet bërë, domethënë, dhe çfarë duhej bërë,
ka pas një iniciativë shumë mirë në 2009 nga qeveria e saj kohe, me miratimin e një ligji për kthimin e këtyre vlerave të trashëgimisë kulturore ortodokse të komunitetit ortodoks shqiptar, kishës ortodokse autoqefalet të Shqipërisë. Iniciativa ishte shumë e mirë, por që nuk gjeti zbatim, nuk gjeti mbështetje, nuk gjeti shtrirje, nuk u shoqërua me rregullore apo me nën ligje, të cilat duhet të mundsonin në mënyrë teknike dhe ligjore se si duhet bëj ky kalim. Pra nga duke i përkitur askujt aktualisht nga ana teknike dhe ligjore në përkatësinë e fondit të pronave të kishës ortodokse. Pra kjo nuk do të bënte ndonjë ndryshim të madh për sa i përket si thua vlerës së monumentit. Monumenti ai është. Por do të bënte një ndryshim të madh në ruajtjen e para. Pra nëse kisha ortodokse do të posedonte një pjesë të mirë të monumenteve të kulturës, të paktën do kishin mundësinë që dhe mendimin e kishës ortodokse, por dhe mendimin ndoshta edhe të fondacioneve të caktuara apo dashamirësve apo dhe shtetit vet, një bashkëpunim, mund të bëhet një sistem shumë i mirë mbrojtje, me kamera, me sinjalistik, me njerëz dhe patjetër njerëzit janë shumë të kushtueshëm, nëse do kishin një polici private e cila do të ishte aktivizuar, do të kishte një kosto shumë e madhe për çdo kishë, por kam forma dhe metoda të tjera. Por do të ishte më e fokusuar situata. Pra, duke qenë se në kishës ortodokse do të jepësh një monument, do të jepësh dhe prona afër monumentit, do të jepësh edhe çfarë i përkiste nga ana arkivore e kishës ortodokse, tokat bujqësore etj, ndoshta duke i vënë në punë këto lloj pronash, këto do të vetë mbanin, do të vetë administronin edhe ruajtjen e monumentit, pra që ishte qendra e gjithë këtij kompleksi. Por që kjo nuk ndodh. Pra vazhdon të mos ndodhi. Vazhdon që monumentet jenë midis kishës edhe shtetit. Pavarësisht se kisha gjithmonë i ka trajtuar këto monumente si objekte të veta, sepse të tilla janë, pavarësisht se nuk posedon dokumenta pronësie, por i ka trajtuar dhe fakti që janë restauruar gati 80 monumente kulture të kategorisë parë, që nuk janë pak, që nga fillimet 95-96 që filloi u krijua dhe si thua specialistë e parë brenda kishës u krijuan për të marrë dhe për të dedikuar restaurimit, tregon që nuk ka për kishën ortodokse nuk ka ndikuar mospasja e një statusi pronësie, por gjithmonë duke qenë i shqetësuar për objektin, duke qenë i shqetësuar për vlerat, duke qenë i shqetësuar që komunitetet pranë këtyre objekteve të trashëgimisë kulturore ortodokse dhe objekteve të kultit ortodoks të kenë naoset e tyre, të kenë sallat e tyre të ceremonive, të ndjekjes liturgjive, të kenë një pikë fokusimi ku të ruajnë besimin e tyre dhe ta ushtrojnë atë, i ka bërë këto restaurime. Ndërkohë, hezitimi i shtetit për t'ia kthyer kishës, për mua nuk do të përbënte ndonjë ndryshim nëse kisha ortodokse do t'i kishte këto. Pra, nëse kisha ortodokse do t'i kishte në pronësi, është sikur dikush mund të kishte një shtëpi në Kalan e Beratit, e cilin shteti i ka shpallur monument kulture me të drejtë për shkak të vlerave, por ama ai nuk mund të bëjë dot ndërhyrje, pa marrë dakordsinë e shtetit, pa miratuar projektin e shtet, pa koordinuar me shtetin, dhe kështu do ndodhte me kishat ortodokse nëse kisha ortodokse do t'i kishte në pronësi. Pra, nuk do bënte gjë tjetër vetëm se do përmirësonte kujdesin, do t'i vinte në funksion në mënyrë ekonomike për të vetë administruar dhe për të vetë funksionuar. Pra do përmirësonte shumë situatën e këtyre monumenteve. Gjë që duhet ndodhi në të ardhmen, them që me kalimin e kohës dhe institucionet shtetërore kanë filluar të kenë reagime dhe pozitive dhe të ndërgjegjësohen që këto monumente i përkasin kishës ortodokse autoqefalet të Shqipërisë, e cilat duhet i ketë, sepse nuk janë vetëm kishat që janë pasuri e patundshme, por kemi dhe pasuri të luajtshme siç janë element kishtar që janë nëpër muze, nëpër fonde të caktuara, të cilat dergjen nëpër magazina, diku me kushte, diku pa kushte, diku të restauruara, diku të mirëmbajtura, diku të pamirëmbajtura, por që janë element kishtar, janë frone dhe spoti, janë potire të shenjta, janë temjane, janë veshje priftrinsh, janë libra të shenjtë,
janë ikona të hequra nga kishat dhe janë futur në fondet e trashëgimisë kulturore. Pra ka shumë gjëra të cilat shteti shqiptar me kishën ortodokse duhet të koordinojnë që këto të shkojë hakat e i Zotit, pra të shkojnë aty ku duhet, aty ku e kanë vendin. Dhe kjo do të zgjidhte përfundimisht kujdesin ndaj këtyre monumenteve, do të kishte një performancë më të mirë dhe një shfaqje më të mirë karshi besimtarve dhe qoftë edhe turizmit religjioz, i cili nuk është i pakët në Shqipëri, se në këtë mori turizmi që ne shohim në këto kohë, një pjesë e mirë e tyre janë turizëm religjioz, domethënë që ne ndeshemi dhe shohim sepse vinë apostafat për të parë një kishë, apostafat për të lutur në atë kishë, ose e porositur nga familja për të vajtur një kishë të caktuar. Dhe pra këtë gjë do të përmirësonte shumë mirë infrastrukturën, mirëmbajtjen, do të përmirësonte mënyrën e ruajtjes të tyre dhe që janë të vonuar institucionet për të bërë një ruajtje në mënyrë profesionale, ashtu siç flitet që me kamerat, me IP të caktuar të kamerave të cilat monitoronin sekatoror, kujdestar, që të cilët dikur shteti i paguante për çdo monument, kishte kujdestarin e vet, ai mbante përgjegjësi. Heqja e kujdestarëve diku në 2005-2006 në solli që këto kisha, të paktën për monumentet e kultit ortodoks, të krijoheshe ajo siguria e keqbërësve që po të shkonin nuk do të ndodhte gjë sepse s'kishin kujdestar, pra s'kishin një zot që t'i rinte ta mbronte. Dhe në atë periudhë filloi dhe vjedhja e këtyre elementeve. Domthonë Kisha Ortodokse ka dokumentuar ngjarjet si kanë ndodhur, kemi një material goxha të mirë për sa i përket vjedhjeve. Kryesisht janë pjesë nga ikonostasi, pjesë ikonash, fronë dhe spotit të vjedhura, amvonet të zhdukurat, pjesë psalltirësh, ikona që janë qenë dhe aktualisht edhe në qoftë se do ishte një marrëveshje ndërmjet Kishës Ortodokse dhe shtetit shqiptar për sa i përket pasurive të luajtshme të cilat shteti i posedon, vendosja e këtyre në kishat përkatëse aty ku kanë qenë, do të ishte një program shumë i mirë, por paraprakisht duhet të ishte një program në mënyrë se si këto do ruheshin nëse do montoheshin prapë, sepse ne kemi pasur raste si në kishën e Zervatit, një ngjarje shumë e shkurtër që dua ta them sepse është një ngjarje që është e rëndë si ngjarje, por ama tregon shumë. Ne restauruam kishën atëherë të Zervatit, si nga jashtë si nga brenda. Restaurua konstruksioni fillimisht, afresku, jo thashë pak përpara, elementet të cilët kemi edhe këtu, u nda kisha në faza ashtu siç është ndërtuar fillimisht, sepse në fillim të shekullit të 20 ishte mbuluar me një çati unike, ishin zhdukur elementet e të gjitha dhe ne e kthyem në identitet. Restauruam dhe afreskun dhe ikonat e afreskut. Ikonat e afreskut nuk ishin marrë nga Mitropolia e Gjirokastrës dhe ishin ruajtur, rezervuar në Mitropolinë e Gjirokastrës, në një kështu dhomë atje me kushte të mira të gjitha, me idenë që të restauroheshin dhe në një moment caktuar të ktheheshin. Me një kërkesë të insistueshme të komunitetit të fshatit Zervat, na i ktheni ikonat, janë tonat e tjera. Mitropolia e Gjirokastrës dhe Kisha Ortodokse patjetër që nuk mund të bënte ndryshe sepse ishte një kërkesë e komunitetit, pavarësisht se ne i thamë ne do të restaurojmë, hajde shikojini që po i restaurojmë. Hajde një herë pas here shikojini ku i kemi të depozituara dhe të mirëmbajtura, por nuk mund t'i vëmë dot sepse do na i vjedhin. Ishin ikonat e ikonostasit, ishte një fronde spoti, ishte një polieli i ndriçimit të sipërm, domethënë që ishte nën kupol. Dhe u restauron shumë mirë. Mustafa Arapi ishte një nga ata ikonografët i cili u mor direkt me restaurimin e tyre, u bë një restaurim shumë profesional, që donte kohën e vet. U morën këto ikona dhe polieli, kryqi kryesor dhe pjesë ikonostasi, u morën këtu në Tiranë, u punuan në ambientin e Kishës Ortodokse nga restauratori, u montuan në mënyrë shumë perfekte në pjesën e kishës, kisha e Shërmërisë së Zervatit, dhe ne kemi foto shumë të bukura të interierit asaj periudhe, sepse përveç se u montuan ikonat, u bërë restaurimi afreskut,
u bë dhe një lloj ndriçimi profesional i gjithë këtyre elementeve. Ajo kishte një derë metalike me një drynë me të gjitha, sipas fshatit ishte shumë e sigurt, por që nuk kaloi shumë kohë dhe na lajmëruan që ato u votën. Dhe kjo ishte, si thuash, ajo prova që u bë pa dashjen tonë ose pa dëshirën tonë, pa me një presion të komunitetit, që nëse që na thotë që nëse ne do të këto element që shteti ka në përfondet e tyre apo në ekspozitat e tij, do t'i restaurojmë dhe do t'i kthejmë aty ku kanë qenë, sepse inventaret janë të qarta, domethënë që këto ikone i përkasin kësaj kishe, këto etj, ose dhe ikonostaset të mara që mund të rimontohen. Pa pasur një siguri në këto monumente nuk mund të rimontohen. Pra do një koordinim shumë të mirë në konkluzion të pyetjes që dhe ju bët, do një koordinim shumë të mirë ndërmjet kishës dhe shtetit, por që duke i dhënë përparësi kishës, të cilës duhet t'i jepen pa kushte këto monumente. Do t'i jepen monumentet dhe pronat përkatëse, që kisha t'i vetë administroj dhe të kujdeset pastaj për një krijimin e një ambienti të mirë për ruajtjen e këtyre monumenteve dhe vlerave të trashëgimisë së luajtshme që këto mbartin dhe kanë në për fondet dhe në për ekspozitat e shtetit shqiptar. Joani, unë ju falenderoj shumë për këtë intervistë të veçantë, në fakt është shumë bekim që tu kemi, që jo vetëm që na keni ndihmuar kishat që të qëndrojnë sot në këmbë, i keni restauruar ato, keni qenë një nga bashkëpunëtorët më të ngushtë të kryepiskopit të Ndier Anastasit, por vazhdoni të jeni sërish bashkëpunëtor i ngushtë i kryepiskopit Joan. Dhe na solët goxha informacione që janë shumë të vlefshme, besoj, për të gjithë audiencën e Radios Ngjallë që të njihen me këto vlera të veçanta, por me përgjegjësinë që duhet të ketë gjithë secili prej nesh, se unë mendoj që është një përgjegjësi të gjithëve, që këto vlera të mrekullueshme të ruhen, pra është domosdoshmëri, por e të trashëgojnë, dëgjoj mënyrën si t'ja u trashëgojmë atë brezave tanë. Miq Radios Ngjallë, ishim me arkitektin e njohur, restaurator, me zotin Joan Stratobërda, me cilin folëm pak për kishën e Shën e Premtes në Valsh. Por gjithashtu ndalëm pak dhe prekëm pak edhe përgjegjësitë që duhet të kenë institucionet për t'i mirëmbajtur dhe për t'i ruajtur këto kisha që të mos bien pre e njerëzve keqdashës, të cilët apo edhe atyre njerëzve të cilët përpiqen që këto pasuri t'i përvetsojnë dhe t'i shesin më pas në tregun e zi. Do t'jemi sërish me Joanin në një tjetër emision të veçantë. Do të flasim pikërisht pak për zonën e Zagorisë, por jo vetëm për zonën, do ndalemi konkretisht tek manastiri i Kryëngjëve që ndodhet në fshatin Nivan. Edhe ky ishte një fshat të cilin e vizituam para pak kohësh me stafin e Radios Ngjallja, një manastir që na impresionoi dhe na intrigoi për së vërtetës dhe duam që dhe atë ta bëjmë të njohur për të gjithë ju, miq të Radios Ngjallja. Faleminderit, Jani. Faleminderit ju.